Kjo fledu e Krishti, të dashtën vllazën dhe motra, e dashura motra Loreta, generale motra Franceskane, motra Olge provinciale, të gjitha motrat Franceskane që jeni këtu të pranishme, si edhe gjitha ato për shkak të angazhimeve të ndryshme s'kan pas sot mundësi të jenë këtu. Dua t'ju uroj këtë 50 vjetër, këtë jubilej, sepse janë 50 vite që ju keni pranu përgjegjësinë, keni marrë përgjegjësi për shërby, për të kryer mision në këto dy famulli, e që prania juaj në këto dy famulli për 50 vite është të dëshmuar se e prorët e juja apo udhëheqësia e motrave franceskane të Zëris Papërlyme e kanë pas prunë një vendim shumë të mirë, edhe që është dëshmu gjatë gjithë këtyre 50 viteve me misionin e juj, me shërbimin e juj, ku keni dhënë shumë dashuri dhe keni mbjell shumë fe në gjithë besimtarët e këtyre dy famullive, por edhe duhet mos të harrojmë ta falenderojmë Zotin për praninë e juaj, por mos harroni ta falenderoni Zotin edhe për dhuratat e mëdha që Zoti ua ka shpërbly shumë fish, e si shpërblimi kryesor janë edhe thirrjet e shenjta, pra bijat që ju kanë bashkangjit kongregatës juaj për këto 50 vite, e që gati me prifta dhe motra është aty, gati çdo vit nga një. Është dhurat vërtet e Zotit që ju ka shpërbly, e këte askur nuk duhet harru, por gjithmonë ta falenderojmë Zotin. Pikrisht për këtë punë, për këtë qëllim, edhe i gjendemi sot këtu. Thjesht duam ta falenderojmë Zotin për 50 vite shërbes në këto dy famulli. Ta falenderojmë Zotin. Pra, sot fjala e Zotit na flet për një virtyt që përshkon gjithë historinë e shpëtimit dhe tjetës të kishës. Është komgulljen në lutje dhe në besnikëri e në shërbim. Dhe si mos ta lidhim pikrisht këtë komgulljen në lutje, në besnikëri e në shërbim, me këtë 50 vjetër shërbimi me shumë dashuri dhe lutje për besnikëri të motrave franceskane, Zëris Papërlyme, që kanë kryer në këto dy famulli, të cilat kanë qenë duart e ngritura kishës edhe në Bishtazhin edhe këtu në Novosel. Pra leximi i parë nga libri i Daljes na sjell një imazh të fuqishëm. Mojsiu me duart ngritura drejt Zotit ndërmjetëson për popullin e Izraelit, por Mojsiu nuk është vetëm. Pranë tij qëndrojnë Aroni dhe Huri, që ja mbajnë duart ngritura, e ky është imazhi i kishës, askush nuk fiton vetëm, por me besim në Zotin dhe atër kur jemi të bashkuar me Zotin. Fitoria e fesë është fryt i bashkëpunimit, i lutjes së përbashkët, i duarve që mbajnë njëra tjetrën. Edhe ju motra keni qenë si Aroni dhe Huri për shumë mojësi në këto dy famulli. Keni qenë për krah famullitarve me lutje, me përkujdesje, me dashuri franceskane. Keni qenë forca e heshtur që ka mbajtur gjallë zemrën e këtyre famullive, e veçantë të gjithë fëmijëve që vraponin rreth jush si fëmia që t'i afrohet nënës. Në çdo shtëpi ku keni hyrë, në çdo fëmijë që keni mësuar, çdo të smur që keni vizituar, ju keni ngritur duart tuaja drejt Zotit për këtë popull. Për të gjithë ata
që ishin në nevojë. Në këto 50 vjet, pra ju motrat franciskane nuk keni qenë vetëm ndihmës në punët e famullisë, por keni qenë edhe nëna, motra, edhe mikët të mështarve e të besimtarve. Sa herë keni ngushëlluar një prift që është lodhë, sa herë keni ofruar një fjalë të urtë, një kafe në hishtje, një ushqim, një buzëqeshje që shëron. Sa herë keni qëndruar pranë njerëzve në smundje, në humbje, në luftë, në varfëri. Dhe ndër më të vështirat, pa dyshim ishte lufta e tmerrshme që e përjetuam gjithë bashku e që të gjithë e mbajmë mend si plagë të dhimbshme, por edhe si provë të besimit dhe lutjes. Ju keni treguar se kisha nuk është thjesht një instrument shërbimesh, por një familje dashurie. Ashtu si Mojsiu kishte nevojë për durt e miqve të tij, edhe priftrinjt dhe besimtarët kanë nevojë për lutjet dhe dashurinë e motrave, që Zoti u ka vënë në përkrahje. Psalmi i sotëm na kujton ndihma jonë është në emër të Zotit, ai që krijoi qiellin dhe tokën. Kjo është përmbledhja e jetës tuaj motra. Ju e dini se çdo gjë e mirë buron prej Zotit. Keni shërbyer për 50 vjet jo nga forca njerëzore, por nga forca e Ahirit. Kur keni qenë të lodhura, Zoti ju ka dhënë pushim. Kur keni qenë të trazuara, ai ju ka dhënë paqe. Kur jeta është bërë e vështirë, lutja ka qenë drita juaj. Dhe kjo dritë ka ndriçuar shumë zemra, të fëmijëve, të familjeve, të smurve, të priftrinjve. Kështu jeta juaj është bërë psalm i gjallë mirënjohje ndaj Zotit. E Shën Pali i shkruan Timoteut, qëndron në ato që ke mësuar. Prediko fjalën në kohë të volitshme e të pavolitshme. Edhe ju motra, keni qëndruar besnike ndaj asaj që keni mësuar nga Shën Francesku i Asizit dhe nga Zoja e papërlyer. Keni shpallur fjalën jo me fjalë të mëdha, por me gëzim e të heshtur, duke shërbyer në elter, në klas, në kuzhinë, në kopsht, apo në lutje, çdo kund keni shpallur dashurinë e Zotit. Fjalët tuaja mund të harrohen, por jeta juaj mbetet dëshmi dhe flet vet. Ashtu si Shën Pali që e forcon të Timoteun dhe ju keni forcuar breza të tërë fëmijësh, të rish dhe meshtarësh, duke u dhënë shembullin e një dashurie që nuk lodhet dhe të një besimi që nuk shuhet. Në fund të ungjillit të sotëm, Jezus i pyet: kur të vi biri i njeriut, a do të gjej besim në tokë? Sot mundemi gjithë bashku të përgjigjemi me gëzim: po Zot, në këto 2 famulli, në këto 50 vjet, ti ke gjetër besim të gjallë në jetën e meshtarëve, të famullitarëve që kanë shërbyer në te, dhe në jetën e motrave, në lutjet e tyre, në shërbimin e tyre, në bashkëpunimin e përbashkët, në lutjet e përbashkëta dhe në lavd e ndertë Zotit. Besimi është gjallë aty ku ka duar që lutën dhe zemra që dashurojnë. Të dashur vëllezër dhe motra, ky jubile është një ftesë për të gjithë ne. Të mos harrojmë se asgjë e mirë nuk lind pa lutje dhe asnjë shërbim nuk qëndron pa dashuri dhe bashkëpunim. Lutja e motrave, dashuria e meshtarëve dhe bashkimi i besimtarëve janë 3 shtylla që mbajnë gjallë jetën në çdo famulli. Le të mësojmë nga shembulli i tyre, të punojmë bashkë, të kujdesemi për njëri tjetrin, të mos kursejmë lutjet për ata që shërbejnë në kishë,
dhe për ata që shërbejnë me heshtje, pa duar trokitje, por me dashuri të madhe. Të dashura motra, një pjesë e veçantë të shërbimit tuaj ishin fëmijët. Sa shumë breza kanë kaluar në përdurët tuaja. Sa shumë prej nesh ende i kujtojmë me mall përgatitjet për kungimin e parë, mësimet për rrëfim, për krezmim, lutjet, këngët, por edhe dramat, recitimet që i përgatitshit për Krishtlindje, për Pashk, për festën e famullis, besa edhe për ditën e emnit famullitarit. Pra, gjitha ato kanë qenë vërtet një dëshmi e gjallë se kisha qëndron e gjallë dhe bashkuar. Dhe sot, shumë prej atyre fëmijëve janë prindër, gjyshër, meshtar, motra apo rregulltare, që ende mbajnë në shpirt dritën e vogël që ju e keni dhënë dikur. E tani, në emër të kishës dhe në emër gjithë besimtarve, veçantë të këtyre dy famullive të Bishtazhinit edhe të Novosellës, dëshiroj t'ju them faleminderit. Faleminderit për kujdesin tuaj njerëzor e shpirtëror ndaj famullitarve, ndaj gjithë besimtarve, ndaj çdo fëmije e veçantë ndaj çdo të smuri, ndaj çdo kujt që e keni takuar dhe e keni ndihmuar. Faleminderit për butësinë që shëron dhe për forcën që frymëzon. Kjo është kisha e gjallë, kur prifti dhe motra shërbejnë krah për krah në përvojtri, me dashuri, atëre Krishti është realisht i pranishëm në atë famulli e në mesin tonë. Zoti ju bekoft, dashuria e Zojës së papërlyer ju mbuloft me hire të reja, që shërbimi juaj të vazhdoj në të njëjtin gëzim dhe dritë që keni mbartur në një gjysmë shekulli. Pra, pasi që dy famullitarët, e cilët i falenderoj edhe për ftesën dhe mundësinë për të drejtuar këtë mesh, ma kanë mundësu, e kanë bashkuar një festë, një 50 vjetor dhe e kremtojnë se bashku, mund theme që shërbesa e motrave atëra është një shekull, 50 vite në Bishtazhin, 50 këtu, pra një shekull shërbim. E vërtet është një falenderje madhe. E mos harroni të luteni për thirrjet e shenjta, a ju dashtën vllazën dhe motra, nxitni tritë e trejat, që t'ju bashkohen edhe motrave edhe meshtarve, që kisha të vazhdoj të jetë gjallë. Vërtet, për me pas thirrjet e shenjta së më tepër, atëre duhet vazhdimisht të lutemi me fjalët e me gojen dhe me vendosmërin e gruas së vej nga Ungjilli i sotëm që thot me mpro prej kundërshtarit tim. Të lutemi që Zoti të na mpron pikërisht prej kundërshtarit të shekullit, prej djallit, prej gjithë asaj që tenton të na largoj prej Zotit. E për me muj me qenë të mbrojtur, është e nevojshme të ketë thirrjet e shenjta. Duart e meshtarëve që mbahen të ngritëra, duart e motrave që ndihmojnë, që askur mos molisen, askur mos të binë, e me mujt vërtet me ngallëny, për të mirën e gjithë shpirtrave e në lavë e nderë të madhit Zot. Dhe po përfundoj me fjalët e psalmistit që thot, ndihma jonë është në emër të Zotit, ai që e krijoi qiellin e tokën. Urime e Zoti ju bekoft.